Aksi Nacional Borrell Rreshen ka pasur rreshitje dherash dhe goresh. Kjo ka bërë që qarkullimi i automjeteve të vështirësohet. Si pasojë e motit të keq, një masiv shkëmbur ka rënë pranë urës së Orakës. Shirat e 2 ditëve të fundit kanë krijuar probleme në rrugët e shumë fshatrave. Në këto rrugë ka patur shembje dhe bllokime. Si pasojë e rreshitjes së dherave, autoritetet përkatëse ndodhen në terren dhe po punojnë për të rikthyer në normalitet lëvizjen e banorëve drejt zonave urbane.